Pas gjuhës kineze dhe anglishtes, spanjishte është kthyer në gjuhën që flitet më shumë në raportet ndërkombëtare. Përfaqësues të trupit diplomatik spanjoll në Tiranë zhvilluan një takim me emra të njohur të fushës së gjuhës SIS për të diskutuar mbi rëndësinë e spanjishtes sot në Shqipëri dhe në botë. Ajo është gjuha e dytë në të gjithë universitetet, duke i zënë vendin frëngjishtes. Duhet investuar në gjuhën spanjolle, jo vetëm për të pasuruar nga ana intelektuale për të lexuar literaturën spanjolle, por njëkohësisht nga ana e tregtisë, pasi është një gjuhë që të krijon mundësira të shumta punësimi në të gjithë botën. Është gjuha e dytë e studiuar pas anglishtes. Sipas parashikimeve, në vitet 2050, vendi që do të flasë më shumë spanjisht janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sergio Rodriguez, drejtuesi i Institutit të Cervantes në Rom, thotë se ky është një bum i spanjishtes i cili pa frikë mund të krahasohet me fuqinë e një tsunami. Gjuha spanjolle është në fazën e saj më të mirë. Duhet të jemi të ndërgjegjshëm që një nga websajtet e emaileve që po shkruhen në këtë kohë janë në gjuhën spanjolle. Në fakt është një gjuhë transversale, e cila nuk flitet vetëm nga sipërmarrësit, sepse është gjuha që në botën ekonomike, zhvillimet tregtare mes vendeve bëhen në gjuhën spanjolle. Ajo përdoret fuqishëm gjithashtu mes operatorëve turistik në ture ndërkombëtare. Ne duam t'i japim shqiptarëve këtë platformë të spanjishtes, si një mundësi më shumë për zhvillimin e marrëdhënieve e miqësisë mes vendeve tona. Spanja është pjesë e familjes europiane, ndaj jam i sigurt se me spanjishten Shqipëria do të jetë një vend më i fortë se sa është sot. Që nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës po zhvillohet një treg i posaçëm për gjuhën spanjolle, në muzikë, në kinema, në televizion dhe natyrisht edhe në të gjitha mjetet e komunikimit elektronik, pse jo dhe në politik. Në fushatën zgjedhore në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kandidati republikan ka bërë një nga diskutimet e tij në gjuhën spanjolle. Vitet e fundit, spanjishtja ka patur një ndikim të madh edhe tek brezi i ri i të rinjve shqiptar.